Ndër të tjera do ndiqni, Donika Curri, 33 vjeçë nga Tirana, u arrestua për mashtrim pasi mori kredi në emër të 16 personave duke përdorur kartat e identitetit të tyre. Ajo u prezantua si ndihmuese për gjetjen e punës, por i përdorte të dhënat personale për të drejtuar viktimat në banka për të marrë kredi. Tregu i pasurive të paluajtshme në Tiranë është duke u mbajtur nga spekulime dhe një marketing agresiv duke krijuar një flus të fryrë. Çmimet vazhdojnë të rriten pa patur kërkesë të vërtetë, ndërsa shumica e qytetarëve nuk mund ta përballojnë vlerin e një banese. Shkencëtarët në provincën e Joanë zbuluan 20 virusa të rinj dhe patogjen në lakuriçe të natës, përfshirë disa që janë të ngjashëm me ato të rrezikshme si Nipah dhe Hendra. Edhe pse nuk dihet ende nëse këto viruse mund të kalojnë te njerëzit, shqetësimi për transmetimin përmes frutave ose ujit mbetet i madh. Shikues të nderuar të televizionit Adeu, ju përshëndes në këtë edicion informativ. Lumi në Fushkruj ka degraduar në një burim, rreziku për shëndetin e banorëve, duke shkaktuar kështu ndotje ekstreme dhe erë të pakëndshme. Banorët dhe bizneset kërkojnë ndihmën e bashkisë për të pastruar lumin dhe për të parandaluar shpërthimin e mundshëm të një epidemie që mund të rrezikojë banorët e vendit. Në mes të qytetit të Fushkrujës, lumi që dikur ishte burim, sot është kryer në rrezik për shëndetin e banorëve. Këto të fundit dhe bizneset që ndodhen pranë lumit, po përballen me ndotje ekstreme dhe erë të pakëndshme që nuk i lejon të hapin dritaret. Situata është përkeqësuar dhe ndjesia që përshkron komunitetin është se nga çasti në çast mund të shpërthejë ndonjë epidemi. Qytetarët i bëjnë thirrje urgjente bashkisë së Krujës me në krye Artur Bushin, që të veprojë menjëherë dhe të pastrojë lumin nga mbeturinat. Si shihet dhe nga pamjet e dërguara në redaksi, lumi është mbushur plot me plera dhe rrezikon shëndetin e qytetarëve. Banorët e Fushkrujës nuk kërkojnë asgjë më shumë përveç se zëri i tyre të dëgjohet dhe ankesat e tyre të marrin zgjidhje. Në rastin konkret duan një zonë të pastër. Përshëndetje, në qytetin e Fushkrujës, në mes të qytetit kalon lumi. Anash lumit ka familje, biznese. Është bërë lumi si bombë me sahat. Nga momenti në moment mund të shpërthejë një epidemi. I lutem bëheni publike këtë problem që të pastrohet. Shpëtoni jetë njerëzish. Ky qytet është përmbytur disa herë. Tani era e rënd nuk ka le të hapej mas dritaret, shkruan një banor i shqetësuar. Punonjësi sezonal në Himar po përballen me kushte të papranueshme pune, siç denoncohet për Rapos Resort Hotel, ku premtimet për kushte të mira dhe paga të kënaqshme janë të pambajtura. Paga shpesh për gjysmohe dhe mungesa e higjienës dhe komunikimit me punëdhënësit është e dukshme. Qytetari përmes një denoncimi shkruan se pavarësisht këtyre kushteve askush nuk guxon të ngrisë zërin, duke lënë të pamundur çdo ndryshim të mundshëm. Një qytetar ka denoncuar pranë redaksisë së Joqo Albania situatën shqetësuese në të cilën ndodhen shumë punonjës sezonal në jug të vendit, duke vënë theksin të një rast konkret. Rapos Resort Hotel në Himar. Sipas denoncuesit, në intervistat për punë premtohen kushte të mira pune dhe një pagë e kënaqshme, por realiteti është krejt ndryshe. Ai shpreh se punëdhënësit nuk i përmbahen asnjë prej premtimeve, duke ofruar kushte të mjerueshme dhe duke përgjysmuar pagat në fund të muajit. Madje në disa raste punonjësit nuk marrin asgjë nga pronari, tha Nas Rapo, pavarësisht përkushtimit në punë. Ky fundit është ortak në hotel me Sokol Tushen, me vëllain e ish-drejtorit Erion Veliaj, Taulan Tushen. Përshëndetje, dua të bëj një denoncim në lidhje me këto biznese sezonale dhe papërgjegjshmërinë totale të tyre, për post faktit që në intervistë premtohen shumë gjëra si kushte mjaft të mira pune dhe një pagë e kënaqshme, asnjëra prej tyre nuk ekziston. Janë disa biznese të cilat nuk i përmbahen as pak fjalës, por kryesori ku dua të ndalem është Rapos Resort Hotel në Himar. Kushtet janë të mjerueshme dhe pagat përgjysmohen në fund të muajit. Qëndrimi korrekt në punë vlerësohet duke marrë vetëm 60% të pagës së premtuar ose në rastet më të mira nuk merret fare. Mungesa e higjienës në resort është mjaft e dukshme dhe ajo lë më shumë për të dëshiruar. Është jo korrektësia ndaj punëtorëve dhe mungesa e komunikimit të përshtatshëm thuajse zero nga eprorët. Ajo që më habit është fakti se askush nuk ngre zërin, por me sa duket pesyjet u mbyllin gojën të gjithëve. Megjithatë, i urojmë më të mirat dhe i pafshin hajrin lekëve të lodhjes së punëtorëve, shkrua një qytetar denoncues.
Një vajzë ka denoncuar Enajt Nelajn për mashtrim dhe abuzim financiar duke i dhënë atij mbi 5.000 euro në prill të vitit të kaluar, por ai e ka bllokuar pas përfitimit të kësaj sume parash. Ajo ka provat e transaksioneve dhe mesazheve që ka shkëmbyer me të riun, por pasi ka tentuar të kontaktoj familjen e tij, as ata nuk janë përgjigjur. Një ndjekse e redaksis ton ka denoncuar publikisht një rast mashtrimi dhe abuzimi financiar, që sipas saj ka ndodhur në prill të vitit të kaluar. Ajo ka treguar se është mashtruar nga një person me emrin Enajt Nelaj, i cili aktualisht ndodhet në Dubai dhe pas përfitimit të shumës prej mbi 5.000 eurosh e ka bllokuar në çdo rrjet komunikimi. Isha në marrëdhënie shoqërore me të, më kërkoi si ndihmë për punë dhe unë ja dhash parat nga karta ime personale sepse besoja te ai. Por pas disa kohësh më bllokoi kudo, as nuk më njeh më, as nuk më kthen përgjigje. Ka kaluar një vit. Vajza tregon se ka tentuar të flasë edhe me familjarët e tij, por pa sukses, pasi foli në telefon me nënën e Enajtit dhe ajo e bllokoi. Kanë të gjitha provat, transaksionet bankare, mesazhet. E zgënjur nga kjo pavesi, vajza ka vendosur që ta bëjë çështje publike me shpresën se familja e tij ose vetë ai do të marrin përgjegjësinë dhe do të kthejnë paratë që i takojnë me të drejtë. Donika Curri, një 33 vjeçare nga Tirana, është arrestuar për mashtrim pasi ka marrë kredi në emër të 16 personave, duke përdorur foto të kartave të identitetit të tyre. Ajo është prezantuar si ndihmuese për të gjetur punë, por i mashtronte duke u marrë të dhënat personale dhe duke marrë kredi tek jute në emër të tyre. Donika Curri, një 33 vjeçare nga Tirana, ka rënë në prangat e policisë së Lezhës. Këtë të njëjtë akuzuar se ka arritur të mashtrojë 16 persona duke i marrë kartat e identitetit dhe më pas duke marrë kredi në emër të tyre në institucione financiare. Jo që Albania mëson nga një prej zonjave që u ra prej mashtrimit se Donika Curri u është prezantuar asaj dhe shoqëve të saj si një vajzë që do t'i ndihmonte për t'i gjetur një punë të re me kushte të mira. Por për të realizuar këtë gjë, të supozuar, Donika u kërkonte foto të kartave të identitetit. Donika Curri na ka marrë të dhëna mua dhe 10 gocave të tjera duke na mashtruar se do të na gjente punë, thot denoncuesja në mesazhin e saj. Pas 33 vjeçare kisha arritur që me këto karta identitetit të mashtronte dhe përfaqësuesit e institucionit kreditor Jute, të cilët i kanë besuar dhe i kanë dhënë kredi në emër të personave që nuk kanë qenë fare prezent, por janë përfaqësuar nga Donika me anë të fotove të kartave ID që ajo kishte marrë zonjave për të gjetur punë. Sipas dëshmitares, mashtruesja Donika ka marrë kredi me vlera që arrin deri në 2 milion lekë të vjetra në emër të disa grave që ran prej saj. Ky rast ngresh shqetësimin për mënyrën se si institucionet kreditori japin vlerat e parave pa marrë asnjë lloj konfirmimi nga persona që po futen në kredi. Hetimet për këtë rast janë në vijim dhe pritet të zbulohet se sa persona ka mundur të mashtrojë Donika Curri. Tregu i pasurive të paluajtshme në Tiranë është aktualisht një fluskë fryre mbështetur në spekullime dhe marketing agresiv, ndërsa çmimet vazhdojnë të rriten pa bazë reale. Kërkesa është e ulët dhe shumica e qytetarëve janë të pamundur të përballojnë blerjen e një apartamenti kryesisht në Tiranë. Prej disa javësh, rrjetet sociale dhe disa emisione televizive janë përfshirë nga një val entuziazmi për tregun e pasurive të paluajtshme në Tiranë. Shprehje si "blini tani se çmimet do rriten" apo "kjo është kohë e hartë për të investuar" janë bërë të zakonshme të promovuara nga moderator, influencer dhe gazetar. Por ndërsa ekrani dhe Instagrami japin mesazhe pozitive, realiteti në treg është krejt ndryshe. Shitjet bien, propaganda rritet. Të dhënat nga terreni tregojnë të kundërtën e asaj që po shitet në publik. Agjencitë imobiliare raportojnë një rënje të ndjeshme të shitjeve në muajt e fundit, ndërkohë që në media dëgjojmë për rritje të çmimesh. Në realitet, ndërtuesit po përballen me një stok të madh apartamentesh të pashitura. Në zonat më të lakmuara të Tiranës, si komuna e Parisit, rruga Elbasani, liçeni artificial dhe bloku, çmimet për 1 metër katror variojnë nga 2.000 deri në 3.500 euro. Madje në disa projekte luksoze shkojnë edhe mbi 4.000 euro, por kjo rritje të çmimit nuk ka reflektim në cilësinë e ndërtimit, në infrastrukturën publike apo në përmirësimin e jetës urbane. Është thjesht një rritje spekulative që nuk përputhet më të ardhurat reale të popullsisë. Fushatat pozitive, strategji marketingu e maskuar. Për të mbuluar rënjen e shitjeve dhe për të krijuar një atmosferë fiktive entuziazmi, shumë kompani ndërtimi kanë angazhuar figura publike
moderator, gazetar, madje dhe personazhe të rrjeteve sociale për të shpërndarë mesazhe motivuese si mos humbni këtë mundësi, çmimet do të vazhdojnë të rriten, tani është momenti ideal. Shpesh këto postime nuk deklarohen si të sponsorizuara dhe krijojnë një iluzion se burimi i mesazhit është i pavarur dhe i besueshëm. Në fakt, ato janë pjesë të një fushate të mirë orkestruar që synon të nxjisë frikën e humbjes së rastit. Për të detyruar qytetarët të investojnë tani, edhe pse realisht tregu është i ngopur, çmimet jashtë realitetit, kush po i përballon? Me një pagë mesatare rreth 500 euro, qytetarët e zakonshëm e kanë të pamundur të blejnë një apartament në Tiranë pa hyrë në kredi të gjata dhe të rënda. Një apartament me 2 dhoma gjumi, një zonë të mirë në kryeqytet ka vlerën prej 180.000 deri në 250.000 euro, një shumë që praktikisht përjashton shumicën e familjeve shqiptare. Në mungesë të blerësve, vendi tregu është mbështetur për një kohë të gjatë nga diaspora, nga emigrantët që sjellin të ardhura nga jashtë dhe nga një numër i kufizuar investitorësh të huaj, por edhe këto burime nuk janë të pafundme. Me shtrëngimin e ekonomive europiane dhe uljen e remitancave, edhe ky burim po shteron dal ngadal. Analistët paralajmërojnë se Tirana po përjeton fazën klasike të një tregu të ngopur, ndërtime pa ndalesë, stokë të lartë banesash të pashitura, ulje të kërkesës dhe çmime që vazhdojnë të ngjiten pa bazë reale, rënje fuqisë blerëse dhe mungesa e politikave të qëndrueshme urbanistike kanë bërë që ky treg të jetë gjithnjë i pambështetshëm. Nëse kjo tendencë vazhdon, ndërtuesit do të përballen me detyrimin për të ulur çmimet, për të ofruar bonuse. Kjo po ndodh tashmë në disa projekte, por fushatet e marketingut po përpiqen të mos e tregojnë këtë. Çfarë po ndodh aktualisht në Tiranë nuk është zhvillimi ekonomik, por fryrje artificiale. Në mungesë të një rritje reale të ekonomisë, të rrogave apo të konsumit, ndërtimi është kthyer në sektorin e vetëm që lëviz para, jo sepse ka kërkesë të qëndrueshme, por sepse është mbështetur nga politikat e lejuara, pastrimi i parave dhe investimet spekulative. Në vend që të orientohet nga nevojat reale të qytetarëve si strehim social, banesat për çifte të reja apo infrastruktura urbane, Tirana po ndërton për një treg fiktiv, ku çmimet nuk i përcakton kërkesa, por dëshira përfitimit çdo zhvilluesi. Në fund, qytetarët duhet të kuptojnë një gjë të thjeshtë: tregu nuk është ajo që u thon në Instagram. Tregu është ajo që ndodh me shifrat, dhe kur këto të fundit flasin për rënje të shitjeve, për stok të pashitur dhe për pamundësi blerje, është koha të ndalemi dhe të mendojmë: a jemi duke parë një bum apo jemi duke përjetuar qetësinë para një krize më të madhe? Shkencëtarët në provincën e Yuan të Kinës kanë zbuluar 20 viruse të reja dhe patogjen të tjerë në trupin e lakuriqeve të natës, përfshirë edhe viruse të ngjashme me ato të rrezikshme si Nipah dhe Hendra. Edhe pse nuk ka një verifikim më të saktë nëse këto viruse mund të kalojnë te njerëzit, shqetësimi për përhapjen e tyre përmes frutave ose ujit është gjithashtu i pranishëm, ndërkohë që zbulimi nënvizon nevojën për balancim mes mbrojtjes së shëndetit publik, por jo vetëm edhe ruajtjes së biodiversitetit. Në provincën e Yuan të Kinës jugperëndimore, shkencëtarët kanë zbuluar një sër patogjenash të panjohura më parë në trupin e lakuriqeve të natës, përfshirë edhe 2 viruse të ngjashëm me ato të rrezikshëm si Nipah dhe Hendra. Nga analiza gjenetike 142 lakuriqeve të përkatësive të ndryshme, studiuesit identifikuan 20 viruse të reja, një bakter të panjohur dhe një parazit protozoar të pazbuluar deri sot. Viruset më shqetësuese u përkasin henipaviruseve të njohur për aftësinë që kanë për të infektuar lloje të ndryshme kafshësh dhe për rrezikun e lartë që paraqesin për shëndetin e njeriut. Ato u gjetën në veshkat e lakuriqeve, çka rrit dyshimet për një rrugë të mundshme për hapje përmes frutave ose ujit të kontaminuar, një mekanizëm i njohur nga shpërthimet e mëparshme të këtyre lloje viruseve. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse këto viruse mund të kalojnë te njerëzit. Ekspertët theksojnë nevojën për një vazhdim të vazhdueshëm dhe kërkime laboratorike për të vlerësuar rrezikun, ndërkohë që lakuriqet e natës janë edhe mbrojtës të rëndësishëm të buqësisë, pasi ndihmojnë në plenim, zhdukjen e dëmtuesve dhe pasurimin e tokës. Ky zbulim e bën të domosdoshëm ruajtjen e një ekuilibri mes mbrojtjes së shëndetit publik dhe ruajtjes së biodiversitetit. Shikues të nderuar, ishin këto informacione përgatitura për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim.